Kështu u zgjua Durrës si këtë mëngjes, kur reshët intensive të shiut krijuan situatë të rënduar. Situata më problematike është në lagjet 12, 13, 14, 17 dhe 18, ku rrugët janë të pakalueshme për autoveturat, ndërsa niveli i ujit kalon 50 cm. Në zonën e Spitallës, Nishtullës, Ishkënetës dhe Shijakut, uji hyri në banesa dhe biznese. Janë 13 familje të cilat janë evakuuar dhe strehuar në mjediset e Kavalishencës në zonën e Plepave. Evakuim pati edhe në burgun e Durrësit, ku ndodhet kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, për shkak të përmbytjeve në institucionin e vuajtjes së dënimit të dënuarit që ndodheshin në katin e parë, u zhvendosën në katin e dytë. Situata u pa nga afër edhe nga ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari. Janë marrë gjithë masat e nevojshme, si lidhur me stakimin e energjisë elektrike në katin e parë, evakuimin e personave që qëndrojnë pak të institucionin në katët e larta, dhe kemi gjithashtu në mbështetje tonë dhe pompat me kapacitet të lartë nga Ministria e Mbrojtjes. Për të shkuar në Durrës apo dal nga qyteti, nuk është më e mundur përmes autostradës Tiranë-Durrës. Policia devijoi trafikun. Automjetet kalojnë nga rruga e Plepave për në Ndroq për të ardhur në Tiranë, ose përmes rrugës Rrogozhin-Elbasan-Tiranë. Por në Durrës, kalimi bëhet nga rruga e Universitetit në drejtim të Spitallës dhe në rrugën Tiranë-Elbasan. Situata e krijuar solli ndërprerje të procesit mësimor në shumicën e shkollave në zonë.